dy janë arsyet kryesore që shkaktojnë një vështirësi ose infertilitet tek femrat. Janë ato që quhen fibroza uterine dhe ovari policistik. Të dy ato shkaktohen nga keq funksionimi I insulinës. Lajmi mirë është doon që këto dy problemet, meqense janë probleme të sindromit metabolik, mund të shërohen ose mund të anakalohen lehtësisht pa paguar lek, pa procedura të komplikuara, të shtrenjta, të dhimbshme. Rreth 15% e femrave që aktualisht kanë vështirësi për të ngelur shtatsan ose kanë vështirësi që të mbajnë të çazanin nëse ajo ndodh. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do flasim pikërisht për vështirësinë ose infertilitetin ke femrat dhe mos harroni diçka për çdo lloj gjëje pse ndodh. Pyesni mjekun pse ndodh, pyesni veten pse ndodhi kjo gjë. Në këtë mënyrë ne do kemi armët e duhura, në mënyrë që të luftojmë në sa më lehtësisht ose më shpejt të shërohemi prej këtyre problemeve. Nëse doni të dini gjithmonë më tepër gjëra të vlefshme dhe interesante mbi shëndetin tuaj, konsideroni të subscribe-ni në këtë kanal në mënyrë doon që të kemi një rrugëtim shumë interesante dhe shumë frutdhënës për shëndetin. Sa për kuriozitet, para se të fillojmë, është leptina, është një hormon I dhjamit, pra në fillim fare ne kemi shtim të peshës dhe shtim të dhjamit tek femrat në ato pjesët tipike femërore, dhe ky shtim dhjami çliron ose liron një hormon ose protein, I cili quhet leptin. Është pikërisht kjo leptin e cila fillon gjithçka tek femrat, periodat, ciklet gjatë gjithë jetës riprodhuese. Leptina shkon në tru, nga gjaku çlirohet nga dhjami, shkon në gjak, nga gjaku shkon në tru dhe në tru aktivizon atë hormonin gonadotropin releasing hormone, siç ju thash, njësoj edhe ke mashkulli. Dhe kjo është pikërisht ky hormon I cili fillon ciklin duke çliruar ose duke ngacmuar, nxitur prodhimin e këtyre dy hormoneve që siç ju thash janë hormoni FSH-ja dhe LH-ja, do t'i mbajmë në këtë mënyrë. Nëse nuk kemi dhjam, pra në fillim fare nuk fillon dhjami ke femrat, nuk kemi për të pasur cikle dhe nuk kemi për të pasur shtatzani. Kjo është e prerë në fjalë. Dikur periodat ose ciklet ke femrat fillonin para 150 vjetësh, ishin diku ke mosha 15-17 vjeçare, ndërsa sot fatkeqësisht ato fillojnë në moshën 12-14 vjeçe. Dhe pikërisht pse fillojnë sepse ushqimi që ne ham është shumë I pasur me karbohidrate dhe këto karbohidrate nxisin insulinën. Insulina është hormon rritës, doon që shton sasin ose transformon sheqerin e tepër, karbohidratet e tepërta e transformon në dhjam dhe e fut në qelizë dhe kjo qeliza duke u shtuar, duke u zmadhuar, çlirojnë këtë leptinën sa më shpejt në moshë dhe kjo leptina, siç e thash, shkon në tru dhe krijon atë ciklit që ju thash, krijon ciklin e hershëm të periodave ke femrat. Para se të fillojmë sqarimin, në qoftë se ju nuk keni të aktivizuar në YouTube filtrat, pra në qoftë se ju keni filtra në YouTube, ju nuk mund të shikoni këtë video ose videon e kaluar për shkak se YouTube është shumë I ndjeshëm ndaj çdo lloj termi, pavarësisht se është mjekësor, ai mund t'i konsideroj si të papërshtatshëm, sepse opsioni është I këtilla. Pra në qoftë se ju hiqni tek setting te YouTube, hiqni atë filtrin, atëherë ju do shikoni menjëherë të dyja videot që flasin mbi infertilitetin tek meshkujt edhe tek femrat. Pra siç ju thash, tani kalojmë direkt te tema për këtë do flasim sot. Siç ju flas, gjithçka fillon ke hipotalamusi në tru, çlirohet GNRH-ja, I cili nuk matet në gjak. Dhe nga epifiza ose kalon në hipofizë dhe çliron këto dy hormonet që do thash FSH-ja dhe LH-ja. Gjatë ciklit të femrës, fillimisht në pjesën e parë të ciklit, 2 javëshin e parë, fillon të rritet FSH-ja. FSH-ja është folikulo stimulus hormon, tek meshkujt nxit prodhimin e spermatoizidëve, ndërsa ke femrat nxit prodhimin e vezëve. Është I njëjti funksion. Menjëherë me fjalë nxitja e këtij hormoni krijon ose nxit prodhimin e shumë vezëve tek ovari dhe tek femra. Gjithmonë në një ovar.
në një cikël në një ovar, në ciklin tjetër në ovarin tjetër, pra ka një alternim cikël pas ciklit. Duke u rritur kjo FSH-ja, duke zhvilluar një pjesë të këtyre vezëve, zmadhimi këtyre vezëve nxit prodhimin e estradiolit, ose estrogjeneve. Duke u rritur estrogenet ose estradioli, këto nxit hormonin tjetër që është në balans me FSH-n, që është hormoni luteinizus, LH-ja që ju thash, dhe duke u rritur LH-ja, ai sjell rritjen e estradiolit, si që thash njësoj si tek meshkujt, rritet LH-ja, rritet estradioli, rritet LH-ja, rritet estradioli, dhe është ai feedback negativ, që është i mirë, që derisa kjo vlerë maksimale e estradiolit, diku rreth ditës së 14, arrin të çliroj një vezë ose të shpërthej një vezë nga ky folikull. Dhe duke plasur këtë vezë, veza del nga ky folikull ose nga kjo kist, nuk i thon kist, është gabimisht kist, është folikull, del në tubat e fallopit, ke tubat e femrës si quhen, dhe vetë ky folikull që ngelet shndrohet në një atë që quhet corpus luteum ose trupi verdh, duke çliruar hormonin tjetër që është jo estradioli, por progesteron. Ky progesteron do të filloj në çastin që ai çlirohet, ky do të uli ose do të frenoj estradiolin. Pra, FSH-ja dhe LH-ja duhet të jenë në balans me njëra tjetrën. Kur rritet njëra ulet tjetra, kur edhe progesteroni dhe estradioli janë të kundërt me njëra tjetrën. Kur rritet njëri do ulet tjetri. Sa për kuriozitet, fjala progesteron ose progesteron, shtatzania pro është pro. Kështu që është pro shtatzanis. Ai ndihmon që të krijohet shtatzania. Pra, ai ndjek edhe shoqëron vezën gjatë rrugëtimit të saj nga ovaret në tubat e fallopit derisa shkon në uteros. Në qoftë se ndodh bashkimi me spermatozoidin, atëherë do të kemi krijimin që në tubat e fallopit do kemi bashkimin me spermatozoidin, progesteron do ndihmojnë që të shkojnë edhe të lidhen tek në murin e uterosit. Pra, në qoftë se ne do kemi insulin resistance, dhe do të krijohet në uterus, do të krijohen ato që quhen fibrozat uterine. Rreth 5% e femrave. Dy janë arsyet kryesore, siç thash, të infertilitetit të femrat, është fibroza uterine, 5% të cilat e femrave kanë këtë problem. Ato mund të pengojnë ose dëmtojnë mënyrën se si vezave të ngjitet me murin e uterusit, ose mund të rrezikojnë dështimin e fetusit, që ndodh shpesh herë. Deri më sot, mjekësia e quan fibrozën uterine një patologji të panjohur, por në të gjitha rastet kur femra ka pasur fibrozën uterine dhe është bërë matja e insulin resistance matet në laborator. Dhe ka dalë pikërisht domethënë që ka pasur insulin resistance dhe hiperinsulinemia. Është pikërisht kjo shkolitje, kjo fibroza uterine ndodh ke mukoza ose submukoza e uterusit, ngjitur me muskulin e saj. Është pikërisht kjo mukozë e cila shkolitet ose hiqet pasi kur ndodhet cikli i femrave. Pra, pikërisht hemoragjia është tash shkolitja e kësaj submukoze. Në qoftë se do kemi insulin resistance, gjithmonë do kemi hiperinsulinemi bashkë, ato shkojnë gjitha bashkë. Dhe insulina e rritur do të çfarë bën insulina? Insulina detyra e saj është që të rrisë, të zmadhojë, të krijojë, të përbëjë. Kjo është puna e vetme e insulinës në këtë rast që po flasim sot. Kështu që duke zmadhuar qelizat, ajo zmadhon pikërisht ato qelizat që janë ngjitur me murin e muskulit të uterusit, dhe gjithashtu nxit edhe një hormon tjetër që quhet insulin growth hormone, do nxit një hormon tjetër bashkë me atë dhe krijojnë këto fibrinoide. Pra, rritje e pa kontrolluar e këtyre qelizave. Këto qeliza kanë brenda fibroblaste, kjo fibroidi në fakt, ka fibroblaste brenda, ka qeliza muskulare, lëng ekstracelizor, ind lidhor, pra është një mix. Mund të shikohet rrethësisht edhe me eko.
Kjo është arsyeja e vogël, si më thënë, që ndodh ke femrat mos shazania ose të shtimi i fetusit. Arsyeja më madhore edhe kryesore është ovari policistik. Sa për kuriozitet, nuk janë kiste kanë tjetër kuptim në mjeksi, janë folikuj, por kur u zbuluan nuk ishte teknologji për t'i parë çfarë kishin brenda dhe u quajtën kiste. Është se puna në Shqipëri, leku vjetër, leku i ri ka 50 vjet ashtu po vazhdon akoma me fjalë. Kështu që të njëjta gjë ka ngelur si emër, por realisht janë folikuj. Po quhet PCOS, ovari policistik. Sa për ai kriteria për të përcaktuar ovarin policistik është ajo që quhet kriteri Rotterdamit, për shkak të konferencës që u bë atëherë, dhe janë 3 rregulla me fjalë që mund të kemi ovarin policistik. Është kur kemi çrregullin të ciklit të femrat, është kur është më i shpeshtë, më i rrallë, është një cikël i gjatë, i shkurtër, i dhimbshëm zakonisht, kur kemi hiperandrogjizëm ose marrja e karakteristikave mashkullore, disa karakteristika mashkullore tek femrat. Janë puçrat ose shtim qimesh ose pushi në fytyrë, zakonisht në pjesën e poshtme, këtu ose në anash tek favoritet, ose në gjoks një çik, mund të kemi rrënje flokësh si edhe ke meshkujt. Dhe treta është kriteri kur shikohet me ultrasound. Po shikohet me ultrasound, kjo fjalë është direkte konfirmuar. Pse ndodh kjo? Ashtu si dhe tek meshkujt, ne kemi kolesterolin, kolesteroli që është i mirë gjithmonë, i cili nevojitet për të ushtruar në hormonet seksuale. Pa kolesterol nuk ka hormone seksuale, nuk ka jetë, nuk ka shazani, s'ka asgjë. Nga kolesteroli kemi shndrimin për shkak të hormonit luteinizus, kemi shndrimin në testosteron dhe pastaj nga testosteroni, gjithmonë nga testosteroni, me anë të një enzime që quhet aromataz, që thashë herën e kaluar, në ovare dhe në indin vjamor, këto transformojnë testosteronin në estradiol. Estrogen. Janë 3 estrogene, e njëshi që është estroni, e dyshi është estradioli, kryesori, pra të do flasim gjithmonë, dhe treta është e treshi ose estrioli, i cili më tepër është gjatë koshës shtazanis, për të mbajtur shtazanin, për të mbajtur placentën më saktë. Pra, në qoftë se do kemi hiperinsulinemi, rezistencë ndaj insulinës dhe hiperinsulinemi. Atëherë kjo hiperinsulinemia ka një efekt i cili bllokon aromataz, këtë enzim. Pa aromataz, ne nuk kemi dot shndërim të testosteronit në estradiol. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur sepse kemi shumë insulinë në gjak. Në këtë moment, pa estradiol, pra kemi shumë testosteron në gjak, nuk kemi estradiol, gjithsesi kemi estradiol, nuk do rritet LH-ja, hormoni luteinizus, dhe kjo do sjell që duke mos rritur LH-ja, FSH-ja, hormoni tjetër si thash janë në balancë me njëra tjetrën, do rritet FSH-ja, sepse LH-ja nuk po rritet për shkak të mungesës së estradiolit, sepse kemi hiperinsulinemi. Pra duke u rritur FSH-ja prodhon vezë, më shumë vezë. Pra do kemi mbi prodhim të folikujve, mbi prodhim të vezëve ose kistet, ishi kanë kistet, po si janë kistet janë folikuj, dhe kjo balancë do prishet. Kjo është arsyeja pse do kemi cikle të dhimbshme, të gjata, të shregullta, tërkohës dhe me shumë hemoragji zakonisht. Po ashtu faktori tjetër është sepse testosteroni nuk shpërndrohet në estradiol dhe po ngelit testosteroni i lartë në gjak, çfarë do bëj? Do sjelli ato problemet e tipareve mashkullore ke femrat, ato që ju thash diçka më sipër. 80% e femrave të cilat kanë ovarin policistik janë vërtetuar se kanë insulin resistance, të matur në laborator. 20% e tyre, pavarësisht se nuk kanë dalë direkt me insulin resistant, është ajo që quhet insulina resistant lokale. Pra trupi jonë nuk është insulin resistant i gjithi, po bëhet qelizat të ndryshme mund të bëhen insulin resistance. Pra kemi rritje të insulinës, kemi rritje amatet, kemi rritje të insulinës dhe kemi rritje të acideve yndyrore në gjak. Në matje rutine nuk tregohet. Si ta trajtojmë? Para se të vraponim me vrap për të bërë ekzaminime të shpesa, të shtrenjta ose të bëni akoma më keq fertilizimin in vitro, i cili është një procedurë e gjatë, e shtrenjtë,
Një eko mund të konfirmoj pasi e kanë konfirmuar sidomos me ovarin policistik ose me fibrozën uterine. Atëherë, nëse po, siç u thash, çdo problem që është metabolik ka një zgjidhje ose ka një shërim metabolik. Ndërpisni ushqimet me karbohidrate në mënyrë direkte, as frutat, sepse ka një farë vështrimi mbi frutat sikur janë të mira, janë të dëmshme në çdo lloj drejtimi në sindromin metabolik, me fjalë. Edhe në problemet e tjera, unë insistoj shikoni videon e mëparshme që u kam dhënë një shpjegim të përcip, do bëjmë akoma për frutat, por që tregon që sa të dëmshme janë. Pra, jo karbohidrate, jo fruta, sa më pak barishte, i quaj barishte, zarzabatet dhe perimet. Dhe në këtë mënyrë sa më shumë ushqim shtatzor me yndyrë. Mos harroni, ushqim shtatzor nuk nënkuptoj protein, po me yndyrë. Pa u shoqëruar me yndyrë nuk ka asnjë lloj efekti. Ushqimi do të hajt 2 herë në ditë, në atë dritare që ju kam thënë gjithmonë, nga ora 11-12 maksimumi deri në orën 5-6 mbasdite. Ndryshe nga meshkujt, te femrat nuk kanë nevojë të bëjnë palestër, ato nuk duan të rrisë testosteronin, pikërisht kjo është arsye, por më duhet të jenë aktive, do të kenë një jetë normale dhe të mos të bëjnë palestër, nëse duan të ngelen shtazan në këtë periudhë 3 mujore, 4 mujore. Gjithashtu, ashtu si edhe ke meshkujt, rekomandohet, pavarësisht se unë nuk më pëlqejnë ilaçet, po rekomandohet metformina, sepse metformina rrit sensibilitetin ndaj insulinës dhe heq sheqerin nga gjaku dhe jep mundësi të ulet rezistenca ndaj insulinës. Edhe duke ulur rezistenca ndaj insulinës, do kemi mundësi që të prodhohet më shumë aromataz, dhe sa më shumë aromataz të prodhohet, aq më shumë testosteron do kthehet në estradiol dhe ky estradioli do krijojë atë ciklin e hormonit luteinizus LH që ju thash. Nëse duan të bëjnë fasting do të bëhet vetëm ndërmjet ditës 20-28, kur është faza e progesteronit, sepse në fazën e estrogenit na duhet estrogeni i cili do të çlirojë ose të shpërthejë një vezë. Sa më shumë vitamin Z, siç ju kam thënë gjithmonë, edhe unë ju uroj fat edhe sukses në misionin tuaj hyjnor për lindjen e bebeve. Nëse ju pëlqeni, notification për videon e ardhshme dhe ju uroj gjithëve shëndet. Mirupafshim.